Problematikat e shumta kanë nxjerrë në një protestë banorët e fshatit Hotiri në Bashkinë Shkodër. Ato ankohen për rrugën e degraduar, si dhe problemet me energjinë elektrike dhe ujësjellsin. Banorët kërkojnë ndërhyrje nga pushteti lokal, në të kundërt paralajmërojnë se do bojkotojnë zgjedhjen 11 majit nëse nuk merren masa. Puna por është ujë pishim. Është bën një investim që është në 2008 edhe janë hap tubat edhe kanalet edhe përsetat prej këtu, që po jena sipër e detë aty ku baneun. Dene tash s'ka pikë ujë. Këta fshatarë në munime me dijes kanë hap pusa me shpenzime të mëdha kolosale, ujë nuk ka. Një pjesë e këtyre banorëve kanë dhe shtylla private, bile dhonjën nga ta, disa dronit, janë 1000 tela, plus atyne ka shkolla lidh edhe interneti lidhën aty, si rrezik për fëmijët e shkollës, për banorët, për njerëzit, me keqardhje thonë këtë punë, kanë bën kërkesa se të gjithë banorët paguajnë energjinë elektrike, pse si shërbim qytetarëve. Na nuk kërkojmë parametra rrugës, rruga është për ne Nazarboll, por kërkojmë këtë, që prej të makina që po shikoni ju edhe unë, e deri në fund të kryqëzimit i dytë, është skandaloze. Kërkojmë një asfalt, më na kriju këtë mundësi në mënyrë të tillë që timi. Kur nëse nuk bëhet një rikëzjeve, na s'kena pse të syjmë kutin e vëdimit, që thotë një, për kë vëdojmë na? Po na vëdojmë për fëmijët tanë, për njerëzit tanë, për shoqërinë tanë, për një ardhmë më të mirë. Kjo zonë është e papërkrahun me kohë, as me asfalt, as me ujësjellës, as me drita, janë dritat për tokë, janë me rrezik familjesh, me met fëmijën, me met njerëzit në kurrent. Po gjithçka është problemi i asfaltit, si mund shkojnë një fëmijë në kohën e dimrit në shkollë, si mund shkojnë në kohën e verës prej pluhnit. As edhe një nuk shkon në qenë të votimit, po sumur me dokument si po fillon rruga dhe po fillon instalimi i bistekut e i problemet e ujit. Shumë vështirë e kam, ju shihni vetë. Kam shumë shpesh herë morxu prej grupave, prej gjanë, po drita nuk shifet, asnjë gjë. Qenë kam shumë morxu edhe shifet rrugën vetë. Më prishet për çdo ditë, mjeti s'ka ku shumë lëviz, shumë keq, shumë vështirë. Po këtë në shtrimin e rrugës, në 100 dritash, se lënë edhe tjerat ka shumë gjëna, ujë s'ka, ujësjellës nuk ka, asnjë gjë. Shumë vështirë, si me kanë kohë të lërta, më Dugaxhinit, si më thonë. Janë rreth 1500 familje që prekin këto problematika në këtë zonë të Shkodrës.